billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe madhërimi i takojnë Allahut, krijuesit të absolutë gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, vazhdojmë me trajtimin e shkrimit të Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe sikur se e dini kemi arritur në pjesën e përpjekjes së tij për të krijuar një qendër të re daveti e që këtë vend e përzgjodhi që tjetë Taifi, por që fatkeqësisht aty hasin në pengesa shumë të vështira dhe të tmerrshme, duke qenë se banorët e Taifit jo vetëm që nuk e pranuar mirë, ata e keq trajtuar Muhammedin alayhi salatu wassalam. Pastaj kemi treguar se si është larguar prej tyre, duke ikur, se si kanë përgjakur, duke e gurzuar ata, dhe se si ndodhi pranimi i Islamit nga Adasi, nga një krishter irakian i cili ishte shërbëtor i Utba ibn Rabia dhe i Shejbe ibn Rabia, dy prej elitarëve të Mekës, të cilët njërit ishin edhe armiqtë më të mëdhenj të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe të cilët kishin në posedim një vnesht, sepse kemi thënë që kryesisht pasaniket e Mekës i blinin tokat dhe vneshtat në Taif, për arsye se klima e Taifit ishte më e përshtatshme për bujqësi, ndërkaq klima e Mekës ishte më e përshtatshme për bregtori, dhe kështu ata mundoshin që në të dy anët, edhe me bregtori dhe me bujqësi, që të krijonin një mirëqenie solide për kohën e tyre. Duke qenë se pejgamberi Allahut u takua me Adasin, edhe ai e pranoi Islamin nga ajo që dëgjoi prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kjo ishte një lloj mbështetje nga ana e Allahut për të, sikur dëshironte Allahu të thonte që atëherë kur të gjithë ty të mohojnë, atëherë kur të gjithë ty të luftojnë, unë ta ngroh zemrën tënde me mbështetje, e që këtë rast mbështetje për të ishte pranimi i Islamit nga Adasi. Dua ta trajtoj edhe një dua të cilën e ka thënë pejgamberi Allahut por që më ka ikur realisht, më njëherë pasi që ka ikur nga Taifi edhe pa u takuar me Adasin. Është një dua e mrekullueshme që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka lutur Allahun me të. Ndonë se transmetimi apo zinxhiri transmetues i këtij hadithi është i përfolur, ka dietarë që e cilësojnë si daif të dobët, por ka të atill që e cilësojnë si sahih të saktë. Ajo që mund të themi është se me grumbullimin e shumë transmetimeve rrethanore tjera, ky hadith arrin në gradën e hasenit apo të mirë që punohet me të dhe që merret për bazë. Të transmeton Ibn Hishami në sirën e tij, dhe gjithashtu dhe Ibn Kathiri në El-Bidaja wa Nihaya. Ka thënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam më njëherë kur është strehuar në vnesht: Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati. O Allah, ty të ankohem për dobësinë e fuqisë sime. Wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Edhe për paksinë e mundësive të mia dhe për nënçmimin tim nga njerëzit. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. O mëshiruesi më i madh ndër mëshiruesit. Ti je Zoti i të dobëtëve dhe ti je Zoti im. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri? Ndorë kujt po më leo Allah? Ndorën e një të largëti që po më përbuz, apo të një armiku që i ke dhënë pushtet mbi mua. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, walakin afiyataka hiya awsa'u li. Nëse ti nuk je i zemëruar me mua o Allah, unë nuk shqetësohem fare për atë që më ka ndodhur. Por mirëqenia dhe falja jote janë më e gjëra për mua, për ajo që dua më së shumti. A'udhu bi nuri wajhika alladhi أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك
laka al-utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Kërkoj strehim në dritën e fytyrës tënde me të cilën janë ndriçuar errësirat dhe me të cilën janë ndrequr çështjet e kësaj bote dhe të botës tjetër, që të mos më zbres mbi mua zemrimi yt, ose të mos më përfshi hidhrimi yt. Vetëm ty të takon lavdërimi dhe nënshtrimi, derisa ti të jesh i kënaqur me mua dhe nuk ka fuqi e as forcë përveç se me ty. Kjo është duaja që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka bën në momentin kur banorët e Taifit e kanë nënçmuar, e kanë larguar prej Taifit, madje në mënyrën më nënçmuese të mundshme, sepse i kanë nxjerr edhe fëmijët, edhe mendjelehtit, edhe të çmendurit e vendit tyre për me nënçmuar figurën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Përpos kësaj e kanë përgjakur, sikur se kemi thonë Zeid bin Harithe, që ka qenë shoqëruesi i tij në këtë dalje apo në këtë përpjekje, thotë është përgjakur pejgamberi Allahut nga gurët e shumta që e kanë goditur atë, saqë edhe gjaku i fytyrës tij i kishte mbuluar edhe këmbët e tij. Pra ishte në një gjendje shumë të vështirë pejgamberi Allahut alayhi salam. Prandaj ka pasur nevojshme, e ka ndinë shpirt me lut Allahut subhanahu wa taala. Pjesa e parë e lutjes të kështu: Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati. O Allah, ty të ankohem për dobësinë e fuqisë time. Shprehja ilayka ashku, kur thuhet ilayka ashku, kjo është hasr në gjuhën arabe, pra është përfshirje totale. Sikur se kur themi në surën Al-Fatiha iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë. Pra, këtu ka dash me thonë pejgamberi, o Allah, vetëm ty të ankohem për dobësinë time. Sepse pejgamberët e Allahut nuk janë anku as kujt përpos Allahut. Kur nuk janë anku njerëzve, kur. Çdo dobësi, çdo nevojë, çdo kërkesë ja kanë parashtruar Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe Jakubi alayhis salam, kur i ka ndodhur ajo që i ka ndodhur me bijtë e tij, e sidomos prova më e madhe e humbjes së Jusufit, pastaj edhe Benjaminit, djalit i dytë, çka ka thonë? Inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Unë nevojën time edhe mërzinë time ja paraqes vetëm Allahut. Pra unë janë kohë vetëm Allahut subhanahu wa taala, sepse kështu veprojnë të devotshëm. Pejgamberi Allahut tërë qenin e tij ja ka kushtuar Allahut subhanahu wa taala. Edhe në rastet më të vështira tjetër, sikur se ka qenë rasti i Taifit, madje rasti më i vështirë i jetës tij, sikur se ta shohim në vazhdim inshallah taala, ai i është përgjëruar vetëm Allahut, i është anku vetëm Allahut. Nuk i është anku as edhe Zeidit që e ka pas për krah vetës. As edhe për një moment vetëm nuk është kthy ka Zeidin mi thonë, o Zeid, çfarë çka po mbojnë populli jam. Çfarë që nuk kanë përgjaku, çfarë që nuk kanë lëndu, as si ka mallku. Thjesht ja ka drejtuar Allahut xhella xhelalu nevojën e tij dhe ankesën e tij. Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati, o Allah, unë vetëm ty ta drejtoj ankesën time për dobësinë time. Pra unë këtë rast jam shumë i dobët. Wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas, edhe për paksinë e mundësive të mia dhe për nënshmimin tim nga njerëzit. Në këtë rast pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk është ndi keq për ato që ata ja kanë bërë këtij fizikisht, për përgjakjen. Është ndi keq për shkak të bllokimit të Davetit, se ai pa të shpresë se mos vallë në Taif po hapet mundësia e re e Davetit, sepse në Mekë u mbyll mundësia e Davetit. Me vdekjen e Ebu Talibit dhe me vdekjen e Khadijës u vështirësua çdo gjë. Prandaj kërkoi strehë tre, kërkoi një vend të ri ku do të mund të thirrte në rrugën e Allahut xhele xhelalu. Por ja që aty u sprovua, Allahu nuk e kishte përzgjedhur Taifin që të jetë vendi i ri i Davetit. Dhe pejgamberi Allahut ja paraqiste Allahut subhanahu wa taala gjendjen e tij dhe nevojën e tij, jo duke u ankuar për lëndimet e tij, por duke u ankuar për pamundësinë e thirrjes tek Zoti i tij. Kjo është jashtëzakonisht madhështore, prandaj thot, o Allah, unë po të ankohem për limitet e mia të kufizuara. S'po kam mundësi më ku me thirr, s'po kam mundësi më ku me shku, më janë bllokuar gjitha rrugët. Edhe në çmimi që njerëzit po ma bëjnë mua, pra nuk ka qenë që ai e ka marrë këto afër zemrës si në çmim, ndonë se ai ka qenë shumë i rëndë për të. S'ka në çmim të lehtë, çdo në çmim është i rëndë. Por në çmimin që ja kanë bërë shpalljes se Allahu subhanahu wa taala, kjo është ajo që e ka munduar më tepër. Ja arhamar rahimin, ashtu siç veprojnë të devotshmët, e para së gjithash pejgamberët e Allahut, i lutin Allahut duke ia përmend cilësitë e tij. Ja arhamar rahimin, o mëshiruesi i gjithë mëshiruesve, burimi i mëshirës. Pra në këtë formë ka kërkuar mëshirë nga ana Allahut subhanahu wa taala dhe i ka thonë anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Ti je Zoti i të dobëtve, pra ti ai që u del në ndihmë të dobëtve. Ti ai që atëherë kur të gjithë i shkelin të dobtit, ti i përkrah, ti i mbron.
wa anta rabbi, dhe ti je Zoti im. Në këtë rast unë jam gjithashtu prej të dobëve. S'kam mundësi, jam shumë i kufizum, jam shumë i lëndum, jam i penguar në gjitha anët. Andaj o Allah, më mëshiro, ja arhamar rahimin, o mëshiruesi i mëshiruesve. Ila men takiluni. Ndor kuj po mleu Allah. Apo mlen dorën e atij të largëti që po më përbuz, fjala është për këta të Taifit. I largëti që po e përbuz, këta që ka ardhur larg prej Mekës, mbi 80 kilometra ka largësi prej Mekës në Taif. Apo po mlen dorën e atij që ti i ke dhënë pushtet mbi mua armiku tim, fjala është për banorët e Mekës, respektivisht për elitën mekase të asaj kohe. Pra, unë gjitha anët jam i sulmum, o Allah. Unë gjitha anët jam i ngushtum, jam i kufizum, jam i lëndum. In lem yakun bika alayya ghadab fala ubali. Mu veç diçka po më intereson. Nëse ti si je i hidhur me mua, unë s'mërzitem për asgjë. Kjo çka po më ndodh mua, pe rrahjeve, pe përsekutimeve, pe përgjakjeve, pe lëndimeve, pe nënçmimeve, krejt to i te kaloj. Pse? Ai që thit në rrugt të Allahut kur nuk i personalizon gjën. Qysh bre, edhe kur dojnë me të vra, edhe kur dojnë me të vra. Edhe kur trafin, edhe kur trafin. Sepse kështu ka vepruar pejgamberi i Allahut. Sepse për thirrjen në rrugt të Allahut, misioni është të arrijë kënaqësia e Allahut. Misioni është që të përndriten zemrat e njerëzve, që të udhëzohen njerëzit. Ashtu siç vepron një mjek, fisnik, në raport me pacientët e tij. Pacientët janë lloj-lloj. Pyetni mjekët se çfarë pacientë ju shkojnë aty në kontroll. Ka pacient që e shan me nanën, me babën, me fis. Ka pacient që e sulmon mjekun. Por mjeku i mirë çfarë bën? Atij intereson vetëm diagnostifikimi i sëmundjes dhe shërimi i pacientit. Ky është misioni i mjekut të mirë. Prandaj ai i te kalon gjitha këto, e te kalon veten, e te kalon unin, e te kalon inatin, e te kalon interesin personal, sepse atij intereson shpëtimi i jetës së një pacienti. Nëse për shpëtimin e jetës së një pacienti në jetën e kësaj bote, është kaq më rëndësishme i te kalu veten, si është fjala me shpëtu diku jetën në dynjë në ahiret. Me shpëtu në ahiret, me u bë xhenetlive, me ruaj pi zjarrit të xhenemit, pra duhet me te kalu veten. Në radhë parë, dietarët, hoxhallarët, pastaj edhe ju, si besimtar, si pasues dhe si dëgjues të mësimeve të dietarëve dhe të hoxhallarëve. Prandaj thot, illam yakun bika alayhi ghadab fala ubali. Nëse ti o Allah nuk je i hidhur diçka me mua, për gjëra të tjera mos mërzitem. Për këto shan ka ndodhur as pak nuk mërzitem. Walakin a'fiyatuka hiya awsa'u li. Por falja jote ndaj meje o Allah. Kjo është ajo që mua më shumë tim duhet dhe kjo është ajo që më shumë tim më intereson. A'udhu bi nuri wajhika alladhi أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. Kërkoj o Allah mbrojtje me nurin tënd, o Allah, me nurin e Allahut subhanahu wa taala, me nurin e Islamit, me nurin e imanit, me nurin e Kuranit, përballë errësirave që dëshirojnë të më kaplen mua, të ignorancës së të tjerëve, të devimeve të tjerëve, të mëkateve të shumta që të tjerë i bëjnë. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. Kërkoj që të më mbrosh me atë që e përmirëson çështjen e dunjas dhe të ahiretit. Min an tunzila bi ghadabak. Në mënyrë që të mos më zbres hidhrimi yt apo zemrimi yt ndaj meje. Au yahilla alayya sukhtuk, apo që të mos më zbres mëria jote ndaj meje. Lekal utba hatta tarda, vetëm ty të takon nënshtrimi derisa ti të kënaqesh me mua. Wala hawla wala quwwata illa bik, dhe nuk ka fuqi dhe forcë që lëviz vetëm se përmes teje, o Allah. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam përmes kësaj lutje dhe përmes shumë mësimeve tjera, ka dashur na tregu që na si besimtar duhet çdo herë ankesat dhe parashtresat me paraqit Zotit. Më të miri, zyra e vetme që e bën pranimin edhe realizimin e ankesave dhe të parashtresave tona, pa asnjë dëmtim të vetëm, dhe me realizim maksimal dhe të përsosur është zyra hynore, është Allahu subhanahu wa taala. Të kretë njerëz të botës me shku më anku, për çfarë do që të ankohemi? Edhe nëse gjejmë zgjidhje të përkohshme ose të kufizuara. Tek adresa Allahu xhelle xhelalu, zgjidhja është e përhershme dhe e pakufizuar. Zgjidhja është madhështore. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur zgjohen në mëngjes, edhe kur i shihte sahabët, sidomos në rrethonat më të vështira, në cilat ata kanë jetuar, dhe janë ballafaqur me to, u thonte keife asbahtum, si u gdhit sot, si u zgjuat sot mëngjes. Shikoni përgjigjen e sahabëve të nderuar. Nahmedullaha ilejke ya Rasulullah. E falenderojmë Allahun që të kemi ty ya Rasulullah. Ata kanë qenë shumë vështirë.
Pejgamberi Allah nuk i ka pyet rastësisht, si jeni sot, si jeni zgjuar sot, si u gëdhit sot, se e ka ditë çfarë gjendje janë të kalu. Materialisht kanë qenë shumë të kufizum, shumë të pushtum, shpirtërisht kanë qenë të lëndum, nuk i kanë lënë me adhuru Allahun subhanahu wa taala lirshëm. I kanë cënuar iman, i kanë cënuar moral, i kanë cënuar pasurinë, familje. Edhe përgjigjja atyre nuk ka qenë ankesë, por ka qenë falënderim ndaj Allahut për mirësinë më të madhe që Allahu ja ka dhënë, Islamin edhe Muhamedit. Nahmedullahi ilejke ya Rasulullah. Na falënderojmë Allahun që të kemi ty ya Rasulullah. Sikur kanë dashur me i thonë ja Rasulullah, krejt të lashët e botës me i pas. Atë kemi ty. Kemi zgjidhur. Atë kemi ty, kemi mirësinë më të madhe. S'kemi pse më mërzit. Mora s'kemi çka më ngronë, s'kemi çka më pi, e na bllokojnë, e na përçojnë, na ndrojnë për familjes, na sulmojnë, na bëjnë atak, dëshirojnë me na vrojnë. Krejt janë të i kalushme derisa na të kemi ty ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj përgjigja e menjëhershme e profetit Zotit alayhi sallam ishte hadha alladhi aradtu minkum. Kjo është ajo që doja për ju. Pra kjo është përgjigja që unë doja për ju. Pse? Kjo tregon që ju jeni mbështetur Allahut plotësisht. Dhe kjo tregon që ju ankesat ja parashtoni vetëm Allahut, Zotit gjithësisë, dhe as kujt tjetër përpos atij. Pra ne duhet të jetojmë me falënderim ndaj Allahut. Subhanallahu, për kujtohet një rast, është një dietar e ka shumë libra, ndër librat e tij është edhe libri Telbis Iblis i Ibn al-Jauzi, rahimahullah. Në këtë libër ai përmend se si Iblisi i mashtron njerëzit, kurthat e djallit e kështu me radhë. Ndër tjerash e përmend rastin e një prej dietarëve të parëve të umetit, i cili në bashkëbisedim me një prej nxënësave të tij, i thotë nxënësit vet, nëse ty të sulmon shejtani, nëse ty të cyt shejtani, për me bën diçka të keqe, çka bën ti? Thotë unë e luftoj shejtanin. Thotë po çka nëse ai prap kthehet edhe cyt? Thotë prap e luftoj. Po çka nëse prap kthehet edhe cyt? Thotë prap e luftoj. Dietari thotë kjo e zgjat rrugën shumë. Shumë e zgjat rrugën. Të lodh kjo. Të merr kohë shumë kjo. Thotë po çka më bë? Thotë çka ta merr mendje nëse kalon pranë një kopeje delesh. Edhe kur të afrohesh aty për me kalu, të sulmon qeni e asaj kopeje. Çka bën ti? Thotë mbrohem nga qeni. Luftoj për më mbrojt. Thotë po çka nëse prapë sulmon? Thotë luftoj për më mbrojt. Çka nëse prapë sulmon? Thotë prapë luftoj për më mbrojt. Jo, thotë. E zgjatë rrugën shumë, thotë. E vonove shumë suksesin, mbrojtjen. Thotë shkosh te pronari i deleve, edhe kërkon me të mbrojt për qenit ti. Kjo e përshpejton rrugën. Allahu i takon shembulli më i lartë. Walillahi al-mathalul a'la. Kur neve na sulmon shejtani diçka, na cyt me diçka, kur na frikson me diçka, me varfëri, me paksim familje, me humbje karriere, ku e di se çka. Kur na cyt djalli mallkum, na duhet me u drejtu Allahut subhanahu wa taala. Nuk duhet me u mbështet vetës, por duhet Allahu xhela xhela me u mbështet. Duhet me kërkuar atij zgjidhje. Pse? Kush e ka shejtanin në dorë? Allahu. Kush e ka dhënë mundsinë shejtanit me na cyt neve? Allahu. Kush mundën me na bënë neve mbrojtjen më të mirë për shejtanit? Allah. Por Allahu kërkon për neve mbështetje, kërkon për neve sinqeritet, kërkon për neve na atij më ndërzuar me tërë qenien tonë dhe për fund, pas gjithë asaj që ndodhi, Zeidi i tha pejgamberit të Allahut sepse u afron shumë në Mekë. E para se me hyn Mekë, Zeidi tha ja Rasulullah, apo do të më kthy në Mekë pas gjithë asaj që të kanë bë, hajde të kthejmë në një vend tjetër. S'na pranoi as Taifi, po e kthejmë në një vend tjetër dhe po shkojmë atje për me i thënë rrugt të Allahut. Pejgamberi Allahut u përgjigj në këtë formë. Ja Zeid, inna Allaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. O Zeid, përballë asaj që ti po e shet keqe, të pamundur, Allahu ka më dhënë rrugdalje dhe zgjidhje. Edhe vazhdon i thot, wa inna Allaha nasirun dinahu. Allahu e mbron fenë e tij. Wa mudhhiru nabiyahu. Edhe Allahu e dominon pejgamberin e tij. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë bindur në atë se Allahu subhanahu wa taala ka me mbrojt Muhamedin, ndonë se ka qenë pothuajse pa mundur me shpëtu gjallë pas asaj që ka ndodhur, sepse ka shkuar në Taif, ata do të marrin vesh që ka shkuar në Taif me thirr në rrugën e Allahut. Në këto momente i zbret Xhibrili alayhis salam, së bashku me Xhibrilin i zbret një melek tjetër. Edhe i thot: "O Muhammed, jep selam Xhibrili." Thot: "Allahu të ka thënë selam." Edhe me vete më ka dhënë melekun e kodrave, engjëllin e kodrave. Që ty të ka pranu lutjen, ankesën të ka pranu Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe i thot meleku i kodrave, i thot: "O Muhammed, Allah më ka dërgu ty të këti, që ty me të adhon zgjidhjen që ti e kërkon."
Nëse don ti, unë 2 kodrat e Mekës, Meka gjeografikisht është mes 2 kodrave, bejn el akhshabein thirrët. Edhe e thot, të 2 kodrat i përpjekri, edhe këti shkatroj banorët e Mekës, nuk la gjallë asnjë aty. Për pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e përgjigjen e cila ka hyrë në historitë njerëzimit, duke thënë la'alla Allah yukhriju min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a. Jo, thot, nuk du me i shkatru ata, sepse kam shpresë tek Allahu që prej pasardhësve të tyre do dalin njerëz, do ta adhurojnë Allahun hak dhe nuk do t'i bëjnë atij shirk në adhurim askëdhë asgjë. Ja ku e keni Mekën sot. Në Mekë adhurohet Allahu hak, prej atyre që e kanë sulmu pejgamberin Allahut, sikur se ka qenë Ebu Xehli dhe të tjerët, Allahu prej pasardhësve të tyre ka sjell musliman devotshëm. Ikrima ka qenë djali i Ebu Xehlit, i faraonit të ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por ja që Allahu ja ka ndriçuar zemrën me iman, dhe ja ka pranuar duan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu veprojnë të devotshmët pra, të i kalojnë veten, luten për të ardhmen, luten për popullin e tyre dhe punojnë për një gjë të tillë. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërblet për dëgjimin.